Prandaj edhe u kam thënë këtë shembullin, vallahi, shembull të shumë të ka. Pa kam thënë disa herë. Do një shembull që e përmend thirr sinjor Hoxha dietari Muhamet Hasani. Të njëra isha në Kairo dhe më ftuan që më mbajt një ligjërat në një xhami. Shkoj më ligjëratën dhe më than, ai që ka ndërtuar këtë xhami është një xhami shumë e bukur apo, shumë luksoze. Dhe më than, ai që ka ndërtuar këtë xhami banon në katin e 10 të kësaj ndërtese. Ndërtesa e madhe dhe poshtë xhamia e madhe apo, e ndërtuar. Po ka dëshirë me taku, mas desën se është e ki mundësi Hoxha. Tash po më që s'ka sprish punë me taku kryesorja, tha kur shkova, mpritet në një dhomë të madh të tij, ishte dhomë shumë e bukur, sallon i madh. Njëri domun që i ka pa Allahu mundësia. Kur ulëm, tha, po më thot, Hoxha apo e sheh këtë zën këtu? Tash po e pas kërkuar shumë bukur. Tha i ngjante mezidit atë. Ama ishte mezid special për te. Ai aty domun bënte ibadet në file, adhuronte Allahun xhallahu ala në sallon e madh thjellë. Dhe priste musafir. Tha po më thot, ky sallon që ti po e shetash ka qenë vend ku do të thotë është bërë zina më të madhe këtu atë. Do të thonë un kum pas argat të mi që veç i kum çu, ma bjen fillon artistën, këngëtarën dhe këto janë prezantuar për një orë atë. Për shkak të parave të mëdha që i ka ky njeri atë. Tha një ditë, tha i dërgova ata chat, po në gjah që me pru një prej këtyne. Ti është që një ditë e rradh për zina. Tha dhe duke prit ata, don e lëvizja kanalin televiziv atë. Do sikur çka ka me ngunë kong diçka që e disponon derisa të vjen, do të thotë malli. Tha ndërkohë duke lëviz, ndul njëri me mjekër. E lëviza, po mulin këtu tash çka po lip ky njeri këtu se këtu kanalet që ka përzjedh ai, nuk bën vakia me dal dikush me mjekër atë. Se si ka marrë ata që dalin me mjekër atë. Dhe thash mos e kanë zonë dikon e terrorista diçka, po kthen apet, ai shkon në kanal, do të thotë i Dubait. Shema me të hasani, kënë Kajra po këshyr, shema me hasani në Dubai, të ka dhu për zinon. Para mëna, subhanallah. Kur zënë Allah gjellë levala, tha edhe, unë e përmenej që të kanë zonë, të ka shtin në burë, të kanë mënej ekspozit, të kanë gjithë, apëtan, që lajmë, tha ti ka dzejë dërsa. Edhe, vallaj, betojmë në Allah në madhë, se ishte hera e parë një temë që unë ndëgjoj, se zinoje që i kanë ka që shëmtuar. Kur s'kom një jeptë? Kom di që është haram, po, kështu e si kurse shumë njerë, si për hazit e kanë haramin, apo? Jo, për çka që është keq, ku nuk kom ditë. Edhe subhanallahu, në moment duke ndëgju, më kanë rridhur latë dhe jam penduar tek Allahu xhallahu ala. Ata janë shku më afru, ata rrugës të u kthy. Do t'im çujm pasru, edhe jam lidh namazot. Kur jam lidh namaz, ju nhi ata shokët me atë çakon ajo, Allahu më çakon ajo. Pa që si bërlogu i udhës, çka do qofte? Edhe kur më kanë pa, kanë menduar se më kanë rrugë shejtan ta diçka më ka rrugë mësmu. A vëllai, jena që më marr atë ta rrugë po falet, di shumë ku është shkuar me ku mbas një vit të njëri, po një orë hesapi. Edhe e kom urdhë namaz, i kom dëbu, i kom kur mos i të mësosh. Ka marr fund kjo punë, 5 ditë e kom ndërtuar një xhami për i Allahut poshtë për muslimanët, e kom dhënë vetë një nalt ka, jo për shkak më ik me xhamat ne ka val poshtë, po për shkak që thjesht nuk kom dashur që asnjë pjesë e këtij salloni me makutut kaluara, duhet që ka do të shikoj me makutut të ubën ato. Shiko 5 minuta, ka pasur me pa dikon ja ka ndruar jetën ato. Po kjo jetë që ja ka ndruar ti, jo veç aty, po sonjet ja ka ndruar tani ky jetën ty në mua, apo me xhamia, e me projekte me sana ato. Andaj mos në çmë vëllai. Ka një 5 minutë, një CD, një fletush. Kush i kurrok, Allah alem. Banketi kur nuk mush me marr vesh ku ka bodë bie. Nuk kush e marrësh. Jo më qiyame kur dal në dorë thotë, çka që në uzu për shkak se ti ke qenë atje. Çka që uzu për shkak se ti ke shpërndave. Çka që uzu pse ti ke thon dikujt, është një kanal televiziv, në çka ca ti jap do programe. Kçëre. Veç çka ti ke thon, kur që më s'ke bë. Apo as e ke mojt kanalin, as e ke mojt. Kur s'ke mojt. Veç i ke drejtuar njerëz, lëshonë çka ca ti veç prekasuson atje. Ai ka prekun uzu. Ti e sebeb, ti të shkojnë sebebet ato. Bashkë me ata që edhe janë pjesë bashkë në këtë sebebet. Andaj, ta shtim David në vëllai ku të kena mundësi, mos hezitojmë. Me këtë që kena mundësi, të bëjmë projekt me të vërtet tjetës tonë, që me të vërtet këtë rajan, këtë pjesë, këtë nahi, çka do qoftë. Unë do të mundohem që spaku këtyre njerëzve t'u bëj të qartë, ose spaku t'u mundsoj me ngut diçka për dinë të Allahut subhanahu